Zoti shefi i komisariatit, efektivi i komisariatit me rastin e 13 vjetorit të formimit të policisë shtetit ndodhet i arrestuar. Komisar Sheu. Qetso. Efektivi. Fort lavoro. Vajta. Zero. I nderuar nën prefekt, të nderuar kryetar të Bashkisë Sarandë, Finish dhe Konispol, të nderuar drejtues të institucioneve shtetërore pranë qytetit Sarandë, të nderuar veteranë të policisë shtetit, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare, të nderuar biznesmen, të nderuar gazetar, të nderuar kolegë dhe kolege të Komisariatit të Policisë Sarandë. Në cilësinë e shefit të Komisariatit të Policisë Sarandë, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë përvjetor të 113 krijimit të policisë shtetit. Sot në këtë ditë veçantë për policinë e shtetit, kemi nderin dhe përgjegjësinë të reflektojmë mbi misionin tonë fisnik, shërbimin ndaj ligjit, rendit dhe sigurisë qytetarëve. Policia e shtetit nuk është thjesht një institucion, por një besim që qytetarët na kanë dhënë, një besim që fitohet çdo ditë në punë, përkushtim, profesionalizëm dhe ndershmëri. Në Sarandë, një qytet me rëndësi të veçantë turistike dhe strategjike, kjo përgjegjësi është akoma dhe më e madhe. Dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për çdo veteran të policisë shtetit, pasi gurët e vendosur për tyre janë sot themeli jon. Mirënjohje dhe për punonjësit e policisë Komisariatit Sarandë, të cilët shpesh në kushte të vështira dhe me sakrificë personale qëndrojnë në vijën e parë për garantimin e rendit, për ndalimin e luftës kundër krimit, si dhe ruajtjen e sigurisë së jetëve dhe pronës së qytetarëve. Një falënderim i veçantë shkon edhe për familjet tuaja, të cilët janë mbështetja juaj më e madhe dhe që ndajnë me ju peshën e kësaj detyre të vështirë, por fisnike. Falenderoj institucionet vendore, partnerët tanë ndërinstitucional, mediat lokale dhe ato kombëtare, dhe qytetarët e Sarandës për bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme. Vetëm së bashku mund të ndërtojmë një mjedis më të sigurt, më të drejtë dhe më të qetë për të gjithë. Gjej rastin të falenderoj drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, drejtues madhor Ilir Proda, si dhe drejtorin e Policisë vendore të Policisë Vlorë, drejtues Elidon Çela, për përkrahjen dhe mbështetjen e madhe që i kanë dhënë Komisariatit të Policisë Sarandë, pa të cilën do të ishte e pamundur të përballonin sfidat e vështira në luftën kundër krimit dhe misionit të ruajtjes së rendit dhe qetësisë publike. Të nderuar kolegë, dua të mbyll fjalimin tim me një thirrje miqësore. Qëndroni krenar dhe autoritar, godisni fort me forcën e ligjit, të palukundur nga tundimet personale dhe të patrëmbur ndaj të keqes. Kjo është e vetmja mënyrë për të bërë krenar veten tuaj, organizatën tonë, por më e rëndësishme familjet tona. Më lejoni të përcjell dhe urimin e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit. Gëzuar 113 vjetorin e Policisë së Shtetit. Në 113 vjetorin e krijimit të Policisë së Shtetit, shpreh mirënjohjen më të thellë për të gjithë punonjësit e policisë për përkushtimin dhe sakrificën e tyre të përditshme në shërbim të rendit, ligjit dhe sigurisë publike. Lavdit dëshmorëve të atë-dheut, nderimi përjetshëm për dëshmorët e policisë që dhanë jetën në krye detyrës, duke lënë pas një trashëgimi guximi, devotshmëri, besnikëri ndaj atë-dheut dhe qytetarëve. Sakrifica e tyre mbetet udhërrëfyes për çdo punonjës policisë. Mirënjohje për veteranët që hodhën themelet e këtij institucioni dhe kontribuan në forcimin e tij ndër dekada. Falënderim qytetarëve për besim dhe bashkëpunim
me Policinë e Shtetit, e cila vijon rrugën në transformimin e saj, profesionalizmin dhe shërbimin në integritet ndaj vendit dhe shoqërisë. Falenderoj mediat për rolin e tyre të rëndësishëm në informimin e publikut në pasqyrimin e punës Policisë së Shtetit. Drejtues madhor Ilir Proda. Dhe tani dëshiroj të lë fjalën nën prefektit Kristaq Kiço. Faleminderit. Faleminderit i nderuar shef i Komisariatit të Sarandës. Është e disa herë që edhe unë për shkak edhe të funksionit tim, qoftë si kryetar bashkie, prefekt apo nën prefekt, bëhem pjesë e këtij organizimi, e këtij festimi, dhe është një emocion i veçantë. Është një emocion i veçantë për shkak të misionit tuaj fisnik. Misioni i cili është shumë i rëndësishëm, sepse njeriu i parë që vjen në kontakt me hallet dhe problematikat e njerëzve është punonjësi i policisë. Është mision human, por gjithashtu edhe mjaft i vështirë dhe i rrezikshëm. Kuptohet që janë bërë hapa të shumta pozitive në drejtim të organizimit të ruajtjes së rendit dhe sigurisë publike. Por kjo nuk duhet të na vëjë në gjumë, sepse nga ana tjetër edhe krimi i organizuar, edhe problematikat shoqërore janë aq të mëdha sa neve çdo ditë në çdo hap duhet të përmirësohemi dhe të bëhemi të aftë për të përballuar problematikat e mëdha. Unë për shkak edhe të situatave që kemi kaluar gjatë vitit 2024, doja t'ju falenderoja në mënyrë të veçantë për gatishmërinë dhe kujdesin që keni treguar për përballimin e situatave të vështira. Dhe situatat e vështira kanë qenë gjatë gushtit, me zjarret e mëdha që kemi përjetuar për herë të parë në zonën tonë, por edhe në gjithë Shqipërinë, por edhe në vazhdimsi me përmbytjet të cilat janë fenomene të reja për komunitetin tonë, për të cilat ne duhet të përgatitemi, të jemi të përgatitur seriozisht për të përballuar ato. Edhe një falënderim i veçantë për gjithë ata efektiv dhe veçanërisht për shefin e komisariatit të Delvinës, zotin Troci, i cili sakrifikoi edhe vuri veten e tij sakrifikoi jetën e tij për të shpëtuar jetën e njerëzve dhe banorëve të zonës. Gjithashtu dua të falenderoj mikun tim, drejtorin e policisë së qarku të Vlorës, zotin Çela, për bashkëpunimin e shkëlqyer dhe profesional për zgjidhjen dhe përballimin e problemeve dhe situatave. Gëzuar, ju uroj me qenë se jemi edhe në fillim viti, një vit të mbarë, me shëndet dhe mbarësi dhe forcë për të përballuar dhe për të ndihmuar në çdo hap komunitetin tonë. Faleminderit. Tani japim fjalën kryetarit të Bashkisë Sarandë, zotit Ulti Çaçi. Përshëndetje të gjithëve, në emër dhe në funksionin e kryetarit të Bashkisë dhe në emër të gjithë qytetarëve të Sarandës, por edhe të qytetarëve të Konispolit dhe të Finiqit, në këtë ditë feste për ju, nuk doja të zgjatesha shumë, por doja t'ju uroja vetëm sukseset e kjo detyrë, që është detyra më e vështirë, të themi të drejtën. Duhet të jap një falënderim të veçantë për gjithë punën tuaj të palodhur, si në mbarvajtjen e ruajtjes së rendit dhe qetësisë publike, por edhe në mbarvajtjen e sezonit turistik. Kështu që në emër të gjithë kryetarëve të bashkisë, i uroj vetëm sukses në detyrën tuaj. Faleminderit. Gëzuar festa. Faleminderit në prefekt, faleminderit kryetar. Faleminderit gjithë që keni ardhur. Nga ana jonë është organizuar një koktejl në katin e dytë. Ju lutem